Altin Dumani, për Irena Gjokën, për Irena Shpatën, apo për Irena Manekun. Ndërkohë, sipas informacioneve paraprake që kam dhe referuar dhe vetë deklaratës së SPAK-ut, prokurori Bledar Maksuti në mënyrë të palishme, në shpërdorim të detyrës, në shkelje të detyrimeve ligjore që ka për postin e prokurorit të prokurorisë më të rëndësishme në vend, në shkelje të haptas të kushtetutës, ka bërë një copy-paste të deklarimeve që ka bërë Irena me disa mbiemra pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Jo më kot, Këshilli i Lartë Gjyqësor, si pjesë e kësaj bande që po shkatron të gjithë Shqipërinë, nga data 31 janar dhe deri më sot nuk ka pranuar të më vërë në dispozicion dokumentat që ndodhen në dosjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, por edhe parashtrimet e bëra nga Irena me disa mbiemra. Është detyrim ligjor dhe me këtë rast SPAK-u e ka shkelur ligjin që krahas gjykatës së posaçme, kërkesa për pushim të më vihet në dispozicion edhe mua me cilësinë e personit kallëzues. Ndërkohë, referuar po asaj deklarate të bërë dje nga SPAK-u, në fakt nga Ministria në hije e organizatës kriminale që drejton vendin, kishte shumë kontradikta. Së pari mohoi elementi i ekzistencës së veprës penale dhe më poshtë, pra ose padjenia për këto vepra penale, dhe më poshtë vetë prokurori bënte një goditje ndaj vendimit të tij, duke thënë se vepra penale është parashkruar. Pra, ose ka dieni dhe nuk e ka deklaruar, ose nuk e ka deklaruar se se ka ditur, ose e ka deklaruar apo nuk e ka deklaruar, por sot vepra është parashkruar. Tani, meqense prokurori ka bërë hetime pa hetime, në fakt, sepse unë kam dieni në mënyrë jo zyrtare, që nuk është bërë asnjë lloj hetimi në lidhje me këtë dosje, po mbi të gjitha dua të informoj publikun se që me 15 korrik të 2025-s, që ka ardhur përgjigje nga autoritetet greke, përgjigje e cila i është vënë dispozicion dhe prokurorisë së përgjithshme, po na është vënë dhe neve, mua si kallëzuese në këtë rast, është fakti që vetë autoritetet greke kanë pranuar që vendimi penal i depozituar nga unë në SPAK është autentik dhe se Irena me disa mbiemra rezulton e dënuar në shtetin grek. Ndërkohë, lidhur me pretendimet e prokurorit për padjenin, kjo është një prokuror e vitit 2003, ndodhet në dosje, dhe siç mund ta lexoni lehtësisht, në 31 mars të 2003-shit, Irena Maneku në këtë rast, i e prokur avokatit grek për të hequr 2 ekspulset të vitit 2002 dhe 2003. Dhe po ta shikoni, në pjesën e sipërme të kësaj prokure, thot, unë dhe bashkëshorti im, vetëm me këtë fakt, nëse do t'ishte marrë prokuroria e posaçme, ne jemi përpara një falsifikimi të rënd, pasi sipas certifikatës martesës, martesa midis 2 shtetasve të kallëzuar nga unë, pra Irena Gjoka Shpata Maneku dhe Stefan Gjoka, është bërë në 2006. Por falsifikimi nuk mbaron këtu. Vijojmë me deklaratat që ka bërë Irena Shpata Gjoka Maneku gjatë procesit të vettingut, justifikimi prej 60 milion lekë të vjetra i vettingut dhe kalimi me urdhër politik, është bërë vetëm për të ardhur në momentin që kjo gjyqtare
kriminele duhet përdorej nga Edi Rama dhe pushteti i tij për të goditur opozitën.